Allahu Akbar. Besimtarët muslimanë në mbar vendin kanë festuar Kurban Bajramin, një nga dy festat më të mëdha dhe më të rëndësishme të kalendarit islam. Në kryeqytet, mijëra qytetar u mblodhen herët në mëngjes në bulevardin Dëshmorët e Kombit për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia nisi në orën 5:45 në një atmosferë përkushtimi lutjesh dhe solidariteti shpirtëror. Kurban Bajrami përkujton devotshmërinë dhe sakrificën e profetit Ibrahimit, i cili i bindur ndaj vullnetit të Zotit ishte gati të flijonte të birin Ismailin, por në momentin vendimtar Zoti zëvendësoi djalin me një dash, duke shpërblyer besimin dhe bindjen e tij të plot. Kjo ngjarje është simboli themelor i sakrificës dhe përkushtimit pa kushte ndaj së mirës dhe drejtësisë hyjnore. Dita e Kurban Bajramit shënon gjithashtu edhe fillimin e aktit të therrjes së kurbanit, një ritual që besimtarët e kryejnë pas faljes së mëngjesit si një formë afërsie me Zotin dhe ndarje me të varfrit. Në shumë vende festimet zgjasin deri në 4 ditë, duke u shoqëruar me vizita familjare, ndihmë për të pamunduri dhe lutje për paqe dhe mëshirë. Zoti ua pranoft faljet dhe kurbanin të gjithë besimtarëve musliman.